Zogi i vogël ti debati rënd midis Gjestit dhe Laertit, ja për çfarë dyshon ai dhe akuzon drejt për drejt Laertin, ndërka që nga ana tjetër Valbona flet për Laertin se i ka kërkuar që të putheshin në një cep ku nuk e shihnin kamerat. Lajme si brenda por edhe jashtë Big Brotherit vijnë mbi Laert Vasilin, i cili duket se është një ndër më të akuzuarit kohët e fundit në debate. E para vjen nga jashtë nga Valbona Mhili që u eliminua pas një dueli kokë me kokë me të. Valbona u eliminua tashmë në intervista për të folur rreth rrugtimit të saj. Ka pohuar se ka pasur ndjenja për Laertin dhe sipas saj, aktori ka qenë i pari që ka bërë hapa e më pas të gjithë rrodhën e u gjendën përballë njëri tjetrit, teksa tha, më pas vazhdoi si lojë, por avancoi shkoi përtej lojës. Ajo nxorri dhe sekretin duke thënë se Laerti ka kërkuar në shkëmbim një puthje në një pjesë të shtëpisë me pretendimin se nuk e kapnin kamerat sipas Laertit dhe kjo ndodhej pikërisht në një cep të saunës, pavarësisht se sipas saj çdo cep i Big Brother duke i monitoruar, teksa tha, nuk kam gënjur në asnjë moment në shtëpinë e Big Brother, më ka ftuar që të putheshim në një hapësirë që besonte se nuk ka kamera. I thash, jo, unë kam pasur ndjenja të sinqerta për Laertin dhe shumë të pastra, duke ditur ai këtë gjë ka luajtur. Nuk mund të them se kam qenë marrëzisht e dashuruar, ishte një tërheqje që kishte nisur mes nesh, prandaj them që zhgënjimi më i madh në Big Brother për mua ishte Laert Vasili, u shpreh Valbona. Edhe nga brenda duket se akuzat tepër të rënda në drejtim të tij kanë nisur nga Gjesti. Ditën e sotme, një debat i ashpër ka ndodhur mes Gjestit dhe Laertit, teksa Gjesti sapo zgjuar ka kaluar nga krevati i aktorit, e ka nisur me akuzat të rënda se puthja në buzë që shkëmbyen gjatë një lojës kishte dyshime se ai donte ta zgjasë qëllimisht. Teksa u shpreh Gjesti për këto dyshime, pse ke dashur të zgjasësh puthjen në mbretin? Duhet studiuar kjo gjë, jam në dyshime të mëdha, i ka thënë Gjesti duke hedhur në pyetje seksualitetin e Laertit. Nga ana tjetër Laerti e kundërshtoi me një koment ironik, o zogi vockël ti. Debati u tensionua më tej kur Gjesti i quajti Laertin pervers, duke theksuar se për tej përplasjes së tyre, kjo është e vërteta e rëndë e tij.